Të nderuar besimtar e besimtare, adhurimet janë pjesë e rëndësishme e jetës shpirtërore të besimtarit. Allahu i lartë madhëruar, me mirësinë dhe bujarinë e tij, na ka informuar në lidhje me kryerjen e adhurimeve, duke përcaktuar forma të ndryshme të kryerjes së tyre, që nga njeriu i parë në sipërfaqen e tokës, Ademi alayhis salam, dhe kështu profet pas profeti deri tek i fundit prej tyre, Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Atyre u ka bërë të ditur se si ummeti përkatës duhet që të adhurojë Allahun fuqiplot në mënyrë për të arritur kënaqësinë e tij. Kështu, thelbi i tyre ka mbetur gjithmonë i njëjtë, që është vepër e përkufizuar nga Allahu për të shprehur besnikërinë ndaj krijuesit, produkt dhe rezultat i besimit ndaj tij, me qëllim për të arritur kënaqësinë dhe dashurinë e të gjithë mëshirshmit, gjë e cila të shpije në sukses dhe lumturi në këtë jetë, po ashtu edhe në jetën e përtejme pa dyshim. Për të arritur këto qëllime më së legjitime dhe fort të kërkuara nga gjithsecili prej nesh, Allahu ka sjellë në popullin e fundit, ndjekësit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ummetit të tij, versionin final të adhurimeve. Dhe adhurimet që kemi mësuar për profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur më nuk do të ndryshojnë, deri në ditën e Kiametit, duke qenë se ai është profeti i fundit. Kjo është vlera e lartë e besimtarit, e muslimanit, i cili patjetër që duhet kapet fort pas tyre, nëse dëshiron të sukses në këtë dynja, edhe në dëshiron atë në dynjan tjetër. Këto adhurime kanë ardhur me bereqet të madh, dhe shullueshmëria e tyre është një veçori dalluese. Të gjitha ato janë rrugë të cilat kanë të njëjtin synim, të afrojnë robin, njeriun, krijesën me Allahun, me krijuesin. Siç ka transmetuar profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith qudsi, pra prej fjalëve të Allahut azza wa jall, thuhet kështu: Men adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush i bën armiqësi miqve të mi, robërve të mi të dashur, unë atij i shpall luftë, thot Allahu. Atëherë kujdes me robërit e dashur të Allahut, si sillemi me ta, nëse shkon deri në armiqësi, nuk ka rëndësi se kush je ti pastaj. Je musliman se musliman, ke fituar armiqësinë e Allahut azza wa jall. Kështu që kujdes me robërit e Allahut, kujdes me muslimanët. Wa ma taqarraba ilayya, pra sikur pas kësaj ne po të pyesim, po si bëhesh wali, pra njeri i dashur prej Allahut, dhe Allahu fuqiplot vazhdon: Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Dëshiron që të afrohesh tek Allahu, të fitosh kënaqësinë e tij, të përmendesh në grupin e velive, e uliave të tij. Nis këtu, nuk më afrohet mua robi me asgjë më të dashur për mua, se sa ato që unë ja kam bërë detyrim. E thot në mënyrë të qartë dhe të hapur, të kuptueshme për gjithsecilit prej nesh. Unë kam zbritur disa farze, thot Allahu, disa vajibe, disa detyrime, disa obligime. Nëse dëshiron suksesin dhe shpëtimin, nise nga këto. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dhe nëse dëshiron ai që i ka realizuar të tërë këto farze, detyrimet,
Nëse dëshiron dhe kërkon rrugë të tjera si të afrohesh me Allahun Azza wa Jall, gjë që profeti alayhis salam e bëri në çdo moment të jetës së tij, atëherë vazhdo të afrohesh tek Allahu nëpërmjet veprave vullnetare. Veprave të mira, të cilat Allahu nuk t'i ka bërë detyrim, por që ti me vullnetin tënd të lirë, me diçka që buron nga dashuria për Allahut dhe kërkesa e madhe për të qenë një njeri sa më pranë tij, sa më i dashur prej tij, atëherë kryej nafilet, veprat vullnetare. Për shembull, fal namazin farz, dëshiroj që të kryej edhe më tepër, fal namazet sunet, nafilet. Një pjesë të madhe të këtyre na i ka bërë të ditur profeti sallallahu alaihi wasallam, ka vendosur 2 rekate para namazit sabahut, ka vendosur 4 para namazit të drekës, 2 pas tij, 2 pas namazit të akşamit, 2 pas namazit të yatsis. Kështu na bën të ditur Allahu fuqiplot. Profeti alayhi salam nëpërmjet mesazhit të Allahut azza wa jall. Dhe çfarë ndodh kur fiton dashurinë e Allahut në këtë mënyrë, me këto 2 rrugë, pra fiton dashurinë e Allahut, shprehet. Çfarë ndodh kur fiton dashurinë e Allahut? Atëherë, kur unë ta dua atë tashmë, Allahu shprehet që unë bëhem veshji me të cilin ai dëgjon, shikimi me të cilin ai sheh, dora me të cilin ai prek dhe vepron, këmba me të cilin ai ecën. Në mënyrë figurative, çfarë do të thotë? Do të thotë që Allahu të ruan nga mëkati i syrit, të ruan nga mëkati i veshit, të ruan nga mëkati që mund të kryesh me dorë, të ruan nga mëkati që këmbët të çojnë në një vend të papërshtatshëm. Nëse s'janë këto, testim për veten tonë, atëherë të rishikojmë edhe një herë veten se ne ku jemi. Dhe ky rob që ka fituar dashurinë e Allahut, nëse më kërkon diçka, patjetër do t'ja jap, dhe nëse kërkon mbrojtjen time, patjetër unë do ta mbroj atë. Çfarë kërkesë ka Allahu realizon? Kërkon mbrojtje, Allahu të mbron. Dhe Allahu është kaq delikat ndaj këtij robi sa që ai shprehet kështu në vijim dhe në përmbyllje të fjalës tij, nuk hezitoi në asnjë çështje. Ai sa hezitoi në marrjen e shpirtit të robit tim besimtar, sepse ai e urren vdekjen, ndërsa unë nuk dua që atë ta mërzis. Pas këtyre fjalëve ka dashuri. Dhe kjo është dashuria e Allahut ndaj robërve të tij, i cili deklaron haptazi që lidhja mes robit dhe Allahut ka në thelb dashurinë, sepse edhe krijimin ai e bëri me dashurinë ndaj njeriut. Dhe Allahu i gjithëmëshirshëm neve na mëson se si të fitojmë dashurinë hyjnore. Kështu, siç na bën të ditur ky hadith, puna nis nga farzet, nga detyrimet. Ndër farzet, i pari pa dyshim që është namazi, por gjithashtu është zekati, gjithashtu është agjërimi dhe haxhi. Profeti ynë i dashur alayhi salatu wassalam na bën të ditur në një hadith më së të famshëm. Buni el islamu ala khamsin. Islami, jetesa fetare pra, është ngritur mbi 5 shtylla. 1, dëshmia që s'ka zot tjetër veç Allahut dhe që Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij. 2, falja e namazit 5 vakte në ditë. 3, dhënia e zekatit. 4, bërja e haxhit. 5, agjërimi i Ramazanit. Zekati dhe haxhi sidomos për ata të cilët kanë mundësi, për ata të cilët ju është bërë detyrim. Si shihet nga ky hadith, ka adhurime që kryhen me trup si namazi. Ka nga ato që kryhen me pasuri si zekati. Por ka dhe nga ato që kryen edhe me trup, edhe me pasuri njëkohësisht si haxhi. Haxhi shkon fizikisht, kështu që është adhurim që kryhet me trup, dhe gjithashtu duhet të kesh edhe vlerën financiare të kërkuar për të përballur udhëtimin, dhe kjo është aspekti financiar. Të nderuar besimtarë, çdo vit
nga të 4 cepat e botës, me qindra mijëra miliona njerëz i drejtohen shtëpisë së Allahut, në një hapësirë kohore të bekuar dhe mbështetur në rregulla të veçanta, vizitojnë vendet përcaktuara prej ligjvënësit, vende që na ka diktuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Kështu kryejnë detyrën e tyre, detyrimin e tyre si farz dhe pastrohen prej mëkateve. Kjo është një detyrë e përcaktuar si farz në vitin e 9 të Hijretit, pra në pjesën e fundit të jetës profetit sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë të drejtë për drejtë nga Kurani famlar, ku thuhet walillahi ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Vizita e shtëpisë së Allahut, pra haxhi, për çdo që ka mundësi, për çdo që jepet mundësia rrugës për të shkuar atje, është e drejtë e Allahut ndaj tij. Pra, është e drejtë e Allahut dhe detyrim i robit i njeriu. Profeti alayhi salam në një hadith na ka urdhëruar në këtë mënyrë. Pa dyshim, Allahu ju ka bërë detyrë haxhin, ndaj kryejeni atë. Atëherë, çdo musliman, qoftë burr apo grua, që plotëson kushtet përkatëse, pra që ka mundësitë fizike dhe shëndetësore, si dhe mundësitë financiare për të kryer haxhin, të paktën një herë në jetën e tij duhet ta kryejë këtë detyrim. Haxhi, sapo të krijohen mundësitë, duhet të përmbushet pa vonesë. Kryerja e haxhit pa u vonuar, krahas ajeteve përkatëse që shërbejnë si argument, theksohet edhe nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë formë. Ai shprehet alaihi salatu wassalam: nxitoni të shkoni në haxh, sepse askush prej jush nuk mund ta di se kur do t'i vijë vdekja. Që do të thotë, si vjet të është bërë haxhi farz, thua ta bëj vitin tjetër, tak, ndron jetë. Ndron jetë pa kryer një farz. Ndron jetë pa kryer një detyrim. Dhe shkon në jetën e përtejme si përgjegjës. Prandaj, kujt i formohet mundësia fizike, shëndetësore dhe financiare, mos ta shtyej më, sepse kështu urdhëron feja jonë. Profeti alayhi salam në një prej haditheve të tij shpreh kështu për mirësitë e haxhit: kushdo që për hir të Allahut bën haxh dhe gjatë haxhit u shmanget fjalëve dhe sjelljeve të pahishme dhe nuk përlyhet prej mëkatesh, ky kthehet i pastruar prej mëkateve, sikur sa po të ketë lindur prej nënës. Atëherë, bërja haxhit, duke u shmangur fjalëve dhe sjelljeve të pahishme, duke qëndruar larg gjërave të ndaluara, larg mëkateve, e pastron njeriu nga të gjitha mëkatet që ka bërë deri atë ditë, nuk ka rëndësi se çfarë ka bërë. Mirësia më e lartë e haxhit, një gjë që të gjithë ne do ta donim. Kur profeti alayhis salam është pyetur se cila nga veprat është më e mirësishmja, ai haxhin e ka radhitur të tretin, haxhin e pranuar, el haxhul mabrur. Vlerat e besimtarëve që kryejnë haxhin në vështrimin e Allahut janë shumë të larta. Profeti alayhis salam përsëri na e dikton këtë në një hadith ku thotë: ata që kryejnë haxhin dhe umren, shikoni çfarë titulli, janë mysafir të Allahut. Nëse i drejtohen Allahut me lutje, ai u pranon ato. Në ju drejtofshin atij me pendes, ai i fal ata. Haxhi është një adhurim që nuk merr parasysh ndarjet në bazë të ngjyrës, gjuhës, racës, kombësisë, kulturës, pozitës shoqërore, postit politik. I bashkon që të gjithë njerëzit me të njëjtin qëllim të vetëm. 3-4 milion besimtarë thuhet që marrin pjesë çdo vit në një haxh. Askush nuk dallohet nga tjetri nga këto aspekte. Të rikujton ditën e ringjalljes, e rigrumbullimit, e mahsherit të madh,
në të cilat ne do të kemi lënë do të kemi lënë pas çdo titull e çdo vlerë materiale në këtë dynja, ku flasin vetëm edhe vetëm veprat e njeriu. Dhe mësimet e mesazhet e haxhit janë të jashtëzakonshme edhe shumë të larta. Një rrobë e bardhë, e barabartë për të gjithë, të cilët vetëm dhe vetëm i luten dhe i falen Allahut Azza wa Jall. Prandaj haxhi, krahas të padukshmes, edhe me veprat që kryejm ne gjatë këtij adhurimi, qartësisht dallon që e pastron egon e njeriu prej mëkateve. I pasur si do të rri me të varfrin në të njëjtin vend, ja pra që do të rri, e bën atë të dëlir, e pajis me kthjellësi besimi, i çel dyert e një jete të re, sepse do të pastrohet, do të hapet në flet e re në jetën e tij. Përforcon jetën shpirtërore të besimtarit, ja forcon dhe konsolidon besimin që ai ndjen kundrejt mëshirës edhe faljes hyjnore. Haxhi forcon, e rrit besimin, ndihmon në ripërtëritjen e besës që i ke dhënë Allahut Azza wa Jall. Çon drejt asaj pendese të fuqishme që nuk shkelet lehtë, sepse njeriu thotë që kam kryer haxhin dhe tashmë duhet bëj kujdes për edhe më shumë, e pastron krejt shpirtin dhe thuajse i jep krah atij që të fluturoj drejt kënaqësisë së Allahut fuqiplot, duke ecur në sipërfaqen e tokës, dhe nëse jetën e tij e përmbush pas këtij adhurimi, atëherë lum si ai besimtar që ka përmbushur këtë haxh. Nderuar besimtarë e besimtare, haxhi kështu është një adhurim i dalluar në fen islame, e pangjashme në praktik me pelegrinazhe të tjera të cilat kryejnë edhe besime apo praktika të tjera. T'ja dim vlerën kësaj dhe gjithë secili përpiqet që kur ta ketë mundësinë të bëhet pjesë për të kryer këtë adhurim tejet të lartë, tejet të madh, tejet me vlerë. Allahu ja pranoft, ja pas pranuar çdo kujt që ka shkuar deri më sot. Ja pranoft atyre të cilët do të marrin rrugët për të kryer adhurimin e veçantë dhe i dhënë mundësinë atyre të cilët deri më sot nuk kanë pasur mundësi që të shkojnë.